Nuk jem shue por si besimtar, por disi në analogji me një shprehje sa fine, aqe sinqert fishtës, se trimës po jam, po që flishtrim është bo, dhe unë jam bo që flishtër ditës. Eksistoje si ditë i një familje kështenë. E prej plot 20 vjetësh në të vetmin oazë të kështenë në shqiptarë, po më duhet sot me falëndru Zotin për gjithë kam të thënë deri këtu. Ndoshta të nisë duke me parënsishme ditën e sotit, por gjithnja i nërgjeshëm si këtë soj dite nuk ja ka mësue dot shumë prej bashkëpunëtarëve të mi për 1001 arsye të kohës. Do kisha mund me vazhdu e gjatë se bëllë dhurata në kadrë. E me thonë drejtën edhe kam shpërduar në to herë prej moshës e prej ndërallave të kohës. Por besoj se do përmon atë më të veçantën e më të bukurën që më ta falë. Them se kam me jezaru gjitha. Shysh në barkun e nanës, ai më dha mundësi e dhuratën më të madhe, me më pulsu e zemra në gjak mërditës. Dhe, si që shinë mirëdor, ma mundësoj me e trashëgua këtë gjak për mes 2 fëmijëve, të cilët po janë sot, Kelnia e pasionia mama dhe enja. Si ka shkue kjo ka ndodh me i shokun e mikun tim ka hershëm, shkrimtarin, poetin e publicistin Nuaj Deda Dashmat Miljoha. Kur ndodhi që i rëfeva rreth jetës time, mas i kreba më tha, mos gjo, se s'hedhë bishka më përozë, tha ti, se menoj se s'më mund ashtije. S'kam këzue. Deri më sot s'kam këzue edhe po marrë shkas për këtë ditë, në formë djese, edhe me i dhanë arsye. Tu lexua 2 libra të pedagogët tim Ridvan Dibrës, që profesor në e ka pas dhe shumë klase, nesha në një 2 tip për kofizimesh për kryusit letras. Prozatorët, thot ai, janë mendje të kthjellta në shpirtat të trazuar. Ndërsa poetët, mendje të razuar në shpirtat të kthjellta. Nuk e di për ka shpirti o profesor, për ka tronët, i kategorisë, sa i kategorisë 2, për më partu më. Pra, plot 20 vjetë punoj skulpture në këtë qytet. Kam pas, si ka thënë ai, ko e më vlerësue, po në më marru. Me thënë drejtën, çdo 2 limite, si kam rrejtë me për në qani sinqirë. Por, a kam dije kohë që jam vlerësue. Duhet me qanë krejtë për shkajë, që më thënë që nuk kam arrit në ato kohëta. S'mune me harrue qëndrimin e asaj zojës atje, i shkretarit bashkijës. Për zyti, s'kam si me harrue 21, që sa herë punëtorët e bashkisë kishin me vendosë një banderol, një dishka me publikue shpallje, e shumë, i thote, shkoni para e pyet një gjokën se ku duhet vuën, se a i po din ma mirë se na. Por, që ma pikante është, këmullin e ti rreth 1 vjet për me mpunë në këtë diskusion. Se unë s'prandoheshe, se më duke sigur jam jashtë, ishte edhe s'mund të rri pa falendëruar sot profesor Nugeni.
Shkërët me një nërën të kujtuesës i shallas kom përmen. Lën Leda ishte një marrëdhënie të veçantë me ta. Si mos në unë i vlerësue, por sot kam prezent kryetarën e bashkisë në këtë ditë veçantë për mua. Kam me thënë në ma tepër për ta se ma ka thënë një përkrahje morale se unë mos me dalë për i sasaj dere me përfëndu direkt në lishtet dominos. Edhe për ata falenderoj, pas du më e përmen ma gjatë, se kam frikë se po më e përdorin në këtë ditë Dhe mund të them se është ndër gjërat më interesante që njeriu ndonjëherë kujtohet edhe për veten. Gjova është modest, ne e njohim, është miku ynë, por ne e kam mbledhur në një përvjetor të vetin, duke i bën një mbështje artistike shumë interesante, siç është kjo ekspozit në pikturë, dhe siç është ky libër në poezi, siç është dhe një monument simbolik aty që shpresojmë një ditë ta shohim diku në rrugët apo në sheshet tona të mirëdites. Të gjithë ne Gjokën e kemi njohur si një profil artistik në fakt. Kjo e përveç si mik, si shok, të gjitha bisedat, kontakte që kemi Gjokën edhe në rrugë, edhe në shoqëri, edhe në ecjen e atij dhe në veshje, dëshmojnë një profil artistik, e dëshmojnë këto piktura që unë mund të them vetëm se më pëlqejnë. Janë specialistët që e dinë mirë se çfarë është magjia e artit të pikturimi, por unë do të thosha pa teprim, nuk është gjuha e teprimit të fjalëve mes nesh dhe me Gjokën. Nëse do, mendoj unë, Frani është këtu, këto piktura do të ishin diku në një vend ku ka turist, besoj se gjysma e kësaj apo më shumë e kësaj ekspozite do të boshatise i shpejt. E kujtoj Gjokën si profil artistik edhe në bisedat e këndshme me të madhin Gjok Beci, që ishte aty në shpirtëror në fushën e letërsisë dhe mbetet i tillë. Gjanta dhe bukuria e bisedave të Gjokës me Gjokën ishin improvizimet dhe recitimet reciproke të poezive. Që unë nuk e kam këtë lloj dhuntie, kështu që unë vetëm i dëgjoja, sigurisht me bisedonin të tre edhe me të tjerë që kishin rast. Gjoka po e mbyll karrierën e vet në punën e shtetit me një shpërfaqje artistike. Nuk mund të ketë një mbyllje më të bukur. Dhe uroj shumë përzemërsisht. Të kanë shumë ma shumë miqve, njerëzve dhe na lënë një simbolik të veçantë dhe jam absolutisht ma mori nga media personoj që ku ka një mundë të bukur që sa me një ekspozit me punime artistike tjerë sa të që shumë bukura, por që na lënë një dorëshkrim në disa poezi që në fakt ndoshta disa nuk e kanë lidhë që në të tjetë Gjoka, po disa tjere kanë lexuar dhe edhe se që shpesh publikohet. Gjoka pari po bukur gjatë në qoftë, po themi në pjesën e pushtetit lokal, apo të kulturës, apo pjesës muzeale të Lëkukës, dhe që dukshëm gjurëm që ka na në punëmin e vetë. Dhe për këta jemi shumë njohës sigurur që të gjithë kryetarët e bashkive dhe që i përmendim në detaje Gjoka vetë, por që jemi gjithë mirënjohës dhe falënderues për kontributin që kemi në qytetin dhe për qytetin. Me Gjokën kemi marrë pjesë në një ekspozit në Vatikan dhe u cilësu nga një kritike më duket, braziliane, ka qenë, mjeshtër i Benelit Hall.
Se cili prej nesh kishte një kritik të shumë, po zhoga kishte këtë. Edhe pikturat e zhogës janë të gjitha jetë. Do me thënë, zhoga nuk ka zhogojna, një nxjerr nga shpirtin. Janë piktura vërtet të realizuar pasqyrë jetësore e një shpirti të mirë. Edhe në këtë rast, zhogës i uroj jetë të gjatë edhe artistike, edhe kontributi i zhogës dhe të gjithë atyre që janë mënglar këtu në Mirli, që gëzojnë respekt e veçantë për mua, të vazhdojnë sa tjetë mundur me brezin e ri. Një shans me sa mora vesh i mirë për artistat, u tha këtu që të lejojnë një mundësi, po dhe të tjerëve, qoftë të poezisë, të pikturës, të muzikës. Unë kam pa aty edhe këto të koreografisë, morin pjesë në aktivitetet ndryshme këto të muzikës. E gjonë shumë e bukur, Pra, sa tjetë e mundë, në këtë qytet, që është mjaft i bukur, edhe në gjithë Mirditën, të gjithë ta që merë me art, sa tjetë e mundë të mbështeten, të stimulohen, të ketë një farë gjallërije, që fëmijët në talmën, edhe ta trashëgojnë, edhe ndjerë mirë këtu. Lëndëri e harmoni në familje. Gjotë peva, gjanë mamë e gjerë, që ka, janë familja ati shëmëllore, bashkëshortja dhe dhëtëmive të një, bora dhe rëmë. Që zakë, asa më vanë vendimi politik, se nuk kam hipokrit, në piktura. Gjanë mamë e gjerë që ka në zhoga, që ka zhoga, janë familja ati. Fëmijët e zhogës, janë për të inspiru, të kontruta, që të ka fëmijë, që t'jenë modern për që ranë të zërë. Jetë gjatë, lëndëri, harmoni, familje, që nga të Këtu në këtë monument maket të tanishëm, rrimë vita me të gjithë vlerat e saj historike. Që nga lashësia, edhe në të gjitha përgullat tjera ashtu që janë klasifikuar me historianë që janë specialistë të kësaj fushë. Këtu rrimë kuvendet e Mirlitës, mënyra organizimit, vetë qeverisje, që për nga vlera, për nga aftësia si e kanë drejtuar kuvendin burrat e Mirlitit, ata që e kanë drejtuar, kalon çdo demokraci të sot. Çdo kush kishte të drejtën e fjalës, çdo kush kishte të drejtën e mendimit, dhe të gjithë ishin barabartë në argument. Këtu rrinë madrishën figurat më të lashta, mos përmendim ato të periudhës së Skënderbeut apo të Ilire, por unë do të ndalohem në disa figura shumë të shtuara, ato si kanë dhënë historisë shqiptare. E ta fillojmë me Premtoshin. Njëri për njerëzve që ka gurin themelor të shpallës pavarësisë. E kjo lidhet me Kongresin e Manastirit, në alfabetit. Pasi kancellaritë europiane nuk të pranonin si shtetë kom, nëse ti nuk ishe alfabetin me tjerë më të shkruar. Dhe Doshi ka një merit jashtëzakonshme. Ende të pavlerësuar si këtu. Tori Frishta, një militor tjetër, që me lavdën e marxisë konsolidoi identitetin shqiptar. Figurë i bukur, madje njerëzit atë kryevepër kanë tentuar, si shpon të vjetit, jap një fenë që vetëm ta ketë. Ajo të vjetër e sot. Këtu rrinë figura plot të tjera, madje edhe nga Rilindja, film që të John Castro, njëri për i kontributorëve të dhejtë të Rilindjes Europiane, dhe ai aktori e tonë. Këtu rrinë për njerëzit e thjeshtë, rrinë dasma militore, rrinë, po themi, edhe organizimi, protokolli, shkëqyri, një rriti morti. Këtu rrinë vajet, këtu rrinë kangët, këtu rrinë ansambli Mirlita pse jo, këtu rrinë plot intelektual, shumë të mirë që kanë thënë me preza kontribute për të qenë për Mirli, e vlerësuar që ta ne. Piktor që unë e kam njohë, që fëmijë, pavarësisht se njohja fizike ka qenë politike, jo pjesa jonë e
unë jam amator, artist, profesorë e kemi artist me vërtet I qyteti. Po, diçka që profesorë do e vitin pas janë, se po e 65 pikturë, ti pas bërë 64. Komplimenti dhe për artin, profesor, në të vërtet, me drejtë përshëndesim e vitarin, do të ndryshi ju Larqin, që është drejtori I kulturës përpitimit e përshëndes dhe gjithë ju, por me të vërtet komplimenti për profesor. Me të vërtet, I diçka e mrekullueshme. Të tjerë që ndoshta nuk folën, por na keni nderuar shumë me prezantimin tuaj sot. Për ne është një ditë shumë e madhe e rëndësishme. Që ju falenderojmë nga zemra. Unë nuk arrita dot të përgatit një fjalë, edhe pse më takon. E dini pse ishte më e pamundur? Se, domethënë, sa herë ndalesha me mendu, babi 63 vjeç, del në pension, nuk arri, ato e nuk e para lush. Jam në gjendje shumë mos pranimi, movimi, se babi do shoh gjithmonë vetëm si ajo bëra e vogël do jetë I njëjti, dhe jo vetëm se është për ndihim, por sepse është katër stature të një artisti me shpirt të pashtershëm për jetë. Ju folët aq mirë për të dhe ju folët për kontributin në qytet, në Mirdit, për sjenjën e dëmtuar. Mua më vjen të flas vetëm si e bia, nuk besoj se është risi, nga ana ime të them që edhe për mua babi ishte vetë heroi I borës vogël. Edhe sa herë më kanë pyetur si e vogël, çfarë do bësh kur të rritesh, mua kam thënë do bëhem si babi piktore. Në fakt piktor u bëroni. Kjo ishte. Edhe në fakt, edhe nuk e dija që do e lexonte Gjori këtë poezinë, po shkenar për ne si fëmijë, sepse ai na shes si njerëz që është me rëndësi që jemi me vlerë për shoqërinë. Dhe unë do t'ja them për herë parë publikisht që ne si fëmijë jemi fëmijët më të rëndë në botë që kemi një babë të tillë, sepse na ka ushqyer si rrallë kush me një pasion për dijen, për drejtësinë, edhe për të bukurën. Dhe edhe pse ndonjëherë në Shqipëri është sfiduese të jetosh vetëm mbas këtyre parimeve, unë jam shumë e bindur dhe nuk do ndryshoja asgjë, sepse në fakt jeta e vërtetë, lumturia dhe punëshka e vërtetë është tek këto gjëra dhe larg mediokritetit. Kështu që faleminderit Badi, faleminderit gjithë. Unë në emrin tim, por më shumë se në emrin tim, duhet të uroj në emrin një miku të mirëditorëve që vjen nga Konespoli, Shefky Hysa, guvernatori I Akademisë Diplomatike për Paqe e Prosperitet për Ballkanin në Tiranë, dhe shumë kolegët mi ushtarak, ti nuk je ushtarak, dhe profesioni jote është pjesa e artit, e pikturës, e poezisë, dhe shqiptarisë. Kështu që në emër tyre unë duhet të uroj nga thellësitë e zemrës, qofsh kështu siç je djalë I ri, I shoqërisë dhe I miqësisë, I familjes dhe paq krijimtari e jetë të suksesshme të mbushur ashtu si shpirti ty dhe familjes të shëror. Ne në emër të shoqërisë që jemi këtu, të gjithë duhet të themi ty e më shumë, por e kemi të vështirë atë pjesën e nisjes dhe të fundit të mbylljes. Normalisht ne si ushtarak që jemi në rezervë në pension tashmë, kemi patur dhe unë kam patur fatin që me Gjokën të ndaj bashkërisht tek baza dikushme e armatës që ka qenë pak më tutje aty ku gjithë tim që Mirdita si qytet ka qenë planifikuar për të rritë, po erdhi më në shesh këtu edhe prap këtu ku është mrekullisht. Por ndoshta do të thoya që Gjoka ka kontribuar në art dhe kulturën për Mirditën dhe jo vetëm, absolutisht. Është një vlerë e shtuar e Mirditës dhe ne ndjehemi jo vetëm familja, po ndjehemi gjithë nga shoqëria e miqësia, pa çka se kemi kohë që kemi nga Mirdita ndjehemi krenar, për atë që është, për punët që ka bërë dhe për ato që do të bëj në të ardhmen duke kontribuar se Gjoka pavarësisht se ka bërë sa kohë në pjesën e forcave të armatosura që ka ca rregulla, ka ca piramida, hierarki, gradash e funksionës, ka qenë mbetet si gjithë njerëzit e artit dhe artistët I pa komanduar, pa komandant, se ka qenë vetë shpirti I tij krijues dhe e ka ditur të ecë pa bërë asnjë gabim dhe ka shkel në rrugët e duhura të artit dhe të shoqërisë të miqësisë, duke ardhur sot I dashur Gjokë
në këtë ditin të 65 që unë bashkërisht me të gjithë nëpërmjet një dorë trokite do t'i urojmë edhe 100 të tjera fatmirësi e qofsh jetë gjatë. Përshëndes në emër të misionit diplomatik paqe dhe zhvillim, mision amerikan, një nga misionet që punon për paqe dhe sigurinë në botë, misionet nga më të respektuara. Do të thosha vetëm 2 fjalë në lidhje me marrëdhënien e Gjokës si baba dhe si artist me fëmijët e tij. Do nisem nga fjala e vajzës tij. Për mua, gratë e fuqishme, gratë intelektuale janë perandore. Dhe nga mënyra se si e respektoi babajin e vet, ajo dhe artin e tij, vajza është vërtet perandore, me status perandore. Dhe ajo tha babai im është heroin. Pra, vajza, një perandore, që ka botën e saj perandori, ka hero babajin e vet. Gjokë Pepa është sot 65 vjet, është heroi një perandorie. Nuk është e lehtë të jetë heroi një perandore. Shkrive në jetë, për artin dhe për familjen e bukur që ke krijuar dhe për trashëgiminë që ke dhënë për Mirditën. Unë e respektoj jashtëzakonisht Mirditën, për mua Mirdita është një nga simbolet shqiptare më të mëdha dhe me ato mundësi që kemi pasur ne kemi bërë dhuratat bustën e Anton Qetrës Mirditës dhe plot gjëra tjera të vogla dhe sot kam ardhur vetëm me dëshirën se kemi një djalë të shkëlqyer, kryetar modelin e politikës shqiptare. Po them modelin e pasur politikës shqiptare. Unë kam lidhje me shumë vende të botës dhe i ndjek politikën qoftë vendore, qoftë politikat qendrore, por po ju them, modeli i misionarit paqes, i njeriu që sakrifikon, i njeriu me ADN që përpiqet për komunitetin, që ko keni tek Albert Mëlyshi dhe familjar, komunitar, së në të shuar, gjithë figurat të shkëlqyera. Për ule me respekt para ju të gjithve, për ule me respekt para Mirditës familjarës. Mirë,